Qa të them, imagjino, ish presidenti i Shqipërisë, ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit ka fazë. Me fjalë, i tha avokati, qa ka që të rrjetë ty, se asnjë s'ka ikur, edhe kur e lajmëruan për t'ikur jashtë, asnjë s'ka tentuar, asgjë për gjeje, ban edhe kur e morën forcërisht, si ka mundësi të arrijë në këtë pikë, me fjalë të një degenerimi të tillë, me fjalë të një figure të tillë. Kur Nexhmia Hoxha, Ramiz Alia, të gjithë këta që çfarë s'kan bërë në diktaturë, me fjalë ishin në tavolinë me avokatin në krah. Në të gjithë botën, ose ke Sarkoziun të fundit, me fjalë me radhë. Pra, në kafaz mbahen vetëm ata që kanë bërë akte terroriste, krim të organizuar, vrasje, as trafikant droge jo, po themi vrasje, pra që kanë cënojnë sigurinë kombëtare. Ndërkohë që zoti Meta është një skandal i vërtet. Ne shpresojmë që t'jetë mirë, realisht. Unë uroj dhe besoj, sepse kur flet në zej, në gjithë duket mirë, edhe mesazhin në ne ka dhënë dhe stres, po stres sepse jenë në një dhomë, po themi ne, me një dritare, ajrimi, dhomë shumë e vogël, me kushte jo të mira, dhe me ajrim që del 2 orë apo 4 orë në ditë. Pra në kushte depresive, presioni, stresi, aq më shumë që ai e di shumë mirë që ai është kapur me fjalë dhe është futur aty forcërisht me porosi të zotit Rama, apo të megonigalve të tjerë me fjalë të cilët i bën këtë. Por unë uroj dhe shpresoj që të dalë sa më shpejt dhe kam i besim të patundur që do ta rimarrë, dhe kjo është frika e Ramës, që ka frikë sepse po u kthye në terren politik. Zoti Meta është shumë aktiv, e njeh mirë politikën, unë e kam thënë dhe them që po të ishte zoti Meta në drejtim, do të kishte një rezultat krejt ndryshe edhe të opozitës bashkëkohore. Po kjo ishte qëllimi i këtij, kreu të regjimit dhe të narkoshtetit, i cili mban ballukun me akuzat të tmerrshme dhe fut të tjerë në burg. Ai futi dhe Erion Veliajin. Për çfarë futi? Ka më fal për shprehjen se nuk janë për veshjet e bashortes së tij, ndërkohë që ankimimet janë tjera. Pra imagjino çfarë bën ky njeri me fjalë për interesat e për karriget e veta. E ka kthyer në sultanat atje, me kopsht orbital, andej në Surrel çfarë nuk bën, lobon me paratë e shqiptarëve, arriti që të lidhësh me Netanyahu me izraelitin për të vajtur te bordi i paqes, për të lidhur me Trumpin. Pra, njëri ikën me Sorosin, njëra ndaj sepse ai shikon vetëm interesat e karrigës vetë dhe nuk e ka mendjen e shqiptarët. Më thoni një